Baj punime me dorë bashkë me motrën edhe mamin. Kena një biznes online për momentin. Në ka hitë shumë mirë. Është një punë që kena fillu veç me çanta, me byzëlyk ndryshëm, me ngjyra, me ruaza. Por tash mami atu punua edhe disa çanta me grep, me pe, cila punojmë edhe i shesim online. Kena fillu në shkollë 9 vjeçare, cila në orë të lira na kanë bë punime dore. Por edhe mama gjithmonë jena rrit me atë dëshirën për me punu punime me dorë. Është pak e vështirë, na merr pak kohë sepse varet edhe tek çanta, tek punimi, sepse çdo çantë ka punimin e ndryshëm, edhe ruaza varet tek lloji se si është edhe merr kohë. Byrzëlyk dhe varë se shiten, por çanta 1-2, ka raste që një person ka marrë edhe 5 çanta, 6 çanta. Turistat e vlerësojnë, por edhe qytetarët e kanë vlerësuar shumë, sidomos edhe tash në panajër, edhe pse pyesin e vlerësojnë shumë.